Bismillahirrahmanirrahim. Do të jemi bashkë me një cikël historish ka ndodhur në Ramazan. Edhe historia më e rëndësishme që ka ndodhur në muajin e Ramazanit është pikërisht zbritja e Kuranit famlar. Tregohet se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një periudhë kohore tepër gjatë, pa i ardhur profecia, e kishte zakon që të shkputesh nga shoqëria ku ai jetonte. Nëse do të zbresim në realitetin e asaj kohe, do të shohim që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gëzonte pozitat më të larta. Ishte ndër njerëzit më të pasur, ndër tregtarët më të suksesshëm, i përkiste një familje tepër të lartë dhe tepër të nderuar, në njëjtën kohë gëzonte një pozitë shoqërore të jashtëzakonshme. Mirë, po gjithë ky realitet ku ai jetonte, pavarësisht pozitës sociale të tij të mira dhe të kënaqshme, nuk e bënte atë që ndihesh rehat kur shihte realitetin e hidhur të një shoqërie që në përkëmbë të drejtat e njeriut, ku i forti shtypte të varfrin, edhe ishte mbushur me gjitha padrejtësitë e lloj-llojshme që ekzistonin atë kohë. Kjo bënte që her pas here të shkputesh në shpellën e malit Hira, duke marrë ushqimin edhe ujin e sasinë e nevojshme, edhe zhytesh në meditim të thellë. Kjo zgjati për një kohore disa vjeçare. Si profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në të njëjtën kohë kishte edhe shumë personalitete të tjerë dhe individ të tjerë që kishin të njëjtat përjetime. Gjatë kohës që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam po qëndronte në shpellën Hira, në një prej netëve të muajit Ramazanit, që përkiste netëve të fundit të Ramazanit, i shfaqet atij një krijesë që ai nuk e kishte parë asnjëherë në jetën e tij, që e shtrëngon fort edhe urdhëron që të lexojë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thotë nuk di të lexoj. Ai përsërit urdhrin përsëri: "O Muhammed, lexo." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përsërit përgjigj i thotë: "Unë nuk di të lexoj." Edhe kjo ndodhi 3 herë. Atëherë ai shtrëngoi fort edhe i shpalli ajetet e para të Kuranit famlar, ku i thotë: "Lexo në emrin e Zotit tënd, në emrin e Zotit i cili krijoi gjithçka", dhe vazhdojnë ajetet e para të Kuranit famlar. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje, siç ishte i tmerruar, zbriti me shpejtësi në shtëpinë e tij edhe ju lut bashortës së tij që më mbulo, duke u dridhur nga frika apo nga përjetimi që kishte kaluar. Në këtë gjendje emocionale tepër të rënduar siç ishte, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bashortja e tij Hatixha radhiyallahu anha, e cila ishte një grua tepër e urtë edhe përkujdesur ndaj bashortit të saj, i thot çfarë ka ndodhur, dhe i tregon gjithë përjetimin që kishte kaluar në shpellën Hira. Kjo më njëherë përgjigj dhe i thot: "Për Zotin, Zoti jut nuk do të humb, sepse ti je njeri besnik, ti respekton të varfrin, nderon mikun, gjendesh krah njerëzve në nevojë", edhe fillon edhe i përmend cilësitë më të mira që kishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot: "Çoh, thot edhe hajde ikim te Waraka bin Naufel." Waraka bin Naufel ishte kushiri i Hatixhës, si thot djali i xhaxhait saj, i cili ishte i krishterë dhe lexonte dhe shkruante në gjuhën hebreje. Kishte lexuar shpalljet e mëparshme që kishin ardhur tek profetët e Zotit më përpara dhe i përkiste besimit të krishterë. Në momentin që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tregonte çfarë kishte ndodhur, Waraka i thot: "O djali vllaut tim, përgëzo. Ky është që të ka ardhur ty është Xhibraili alayhis salam, meleku i shpalljes, melek të cilin Allahu xhaleshanuhu e ka dërguar tek gjithë profetët përpara teje, tek Musai, tek Isai, tek Daudi, tek Sulejmani, edhe ti je profeti i fundit i njerëzimit." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur mori këtë si hariq, u qetësua pak në veten e tij, edhe Waraka e plotson ligjërimin e tij dhe i thot: "Sikur ti isha i ri." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i habitur i thot: "Pse do të dëshiroj që ti isha i ri? Thot ti isha i ri, thot të bëhesh krah kur njerëzit të luftojnë dhe të nxjerrin nga vendi yt." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thot: "A do të më luftojnë njerëzit mua? Do të më nxjerrin nga vendi im?" Waraka i përgjigjet dhe i thot: "Për Zotin, thot nuk ka ardhur askush tek populli i tij me këtë që ka ardhur ti, por vetëm se popujt e tyre i kanë kundërshtuar dhe i kanë luftuar me forcë." Të nderuar dëgjues, pra kjo është fillimi i një historie tepër madhështore, shpallja e Kuranit famlar, e cila ka ndodhur në muajin e Ramazanit në natën e Kadrit. Siç thot Allahu xhaleshanuhu: "Inna anzalnahu fi lejlatil qadr." Ne e kemi zbritur atë në natën e Kadrit, në një natë të bekuar që Allahu xhaleshanuhu e bëri shkak për nxjerrjen e njerëzimit nga errësira në dritë, nga humbja në udhëzim, edhe për t'i dhënë shoqërisë vendin edhe të drejtat edhe pozitat që i takon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.